Përshëndetje. Partia Demokratike e konsideron jashtëzakonisht të rëndësishëm faktin që shqetësimet për qeverisjen, korrupsionin dhe shtetin e së drejtës në Shqipëri po artikulohen me forcë në institucionet më të larta të vendimarrjes amerikane, siç është Kongresi. Kjo tregon se kriza shqiptare nuk është një çështje e brendshme, por një problem që prek demokracinë, stabilitetin rajonal dhe sigurinë euroatlantike. Në një seancë dëgjimore të Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në Komisionin për Punë të Jashtme, nën Komisioni për Europën, eksperti i njohur i rajonit të Ballkanit, Edward Joseph, lektor në John Hopkins University, u është përgjigjur pyetjeve të kongresmenëve amerikan për Shqipërinë. Para 2 ditësh, Kongresi ka zbardhur pyetje-përgjigjet dhe unë sot do t'ju lexoj 2 shkëmbimet e para mes kongresmenit Keith Self dhe zotit Joseph, për të kuptuar më mirë se janë jo vetëm përgjigjet, por edhe pyetjet që shprehin alarmin për atë që po ndodh në Shqipëri dhe që pushteti me borizanët e tij në media mundohen çdo ditë që të mbulojnë. Pyetja 1. Pavarësisht një dekade reformash në drejtësi të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara në Shqipëri, si e vlerësoni vazhdimsinë e shqetësimeve serioze mbi pavarësinë e gjyqësorit, sigurinë dhe procesin e rregullt ligjor, sidomos në dritën e gjetjeve të OSBE Odirit, se lider të opozitës ju nënshtruar procedimeve penale përpara zgjedhjeve të fundit parlamentare? Pyetjet e komisionit nuk mund të ishin më të qelluara në kohë. Shqipëria po përballet me testin më serioz të sundimit të ligjit në më shumë se sa një dekadë, në një klim shqetësimesh në rritje lidhur me pavarësinë e drejtësisë, procesin e rregullt ligjor dhe integritetin zgjedhor. Protestat e fundit të nxitura nga marrja e pandehur e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës Belinda Balluku kanë katalizuar në një përballje të vonuar prej kohësh me gjendjen e sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Këto zhvillime theksojnë urgjencën që Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian të shqyrtojnë nga afër situatën dhe të bëjnë të qartë në nivelet më të larta se Washingtoni dhe Brukseli presin që sundimi i ligjit të mbizotrojë. Administrata Trump nuk duhet të ndërhyjë në punët e brendshme të Shqipërisë, megjithatë, ajo duhet të koordinohet ngushtë me Bashkimin Evropian për të shfrytzuar atë që mund të jetë një mundësi e shkurtër për të çuar përpara reforma të bllokuara prej kohësh. Akuzat e dala në fund të vitit 2025, pas seancës dëgjimore Flashpoint nën Komisionin për Europën, janë veçanërisht serioze. Ato lidhen me abuzime në prokurimet publike pranë Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, AKSH-it, e cila mbikëqyr infrastrukturën digjitale të Shqipërisë. Korrupsioni i dyshuar në AKSH ngre gjithashtu shqetësime sigurie shtesë për SBA-n, BE-n dhe NATO-n, pasi kjo agjenci luan një rol qendror në adresimin e kërcënimeve kibernetike, përfshirë sulmin kibernetik iranian ndaj Shqipërisë. Sa i përket zgjedhjeve, raporti i vëzhgimit të zgjedhjeve i OSBE Odirit i majit 2025 dokumentoi arrestimin e ish-presidentit Ilir Meta në tetor të 2024-s, si dhe procedimet e vazhdueshme ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha. Odir vuri në dukje mos pajtim ndaj disa arrestimeve dhe hetimeve të lidhura me opozitën, të cilat u perceptuan gjerësisht si të motivuara politikisht. Odir evidentoi gjithashtu arrestimin në shkurt të 2025-s të kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, një figurë e spikatur e Partisë Socialiste në pushtet. Ndërkohë, ish-ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu vazhdon të përballet me ndjekje penale në një çështje të hapur pasi afati i parashikimit kishte skaduar, duke ngritur shqetësime serioze mbi procesin e rregullt ligjor për shkak të zvarritjes dhe pengesave ndaj mbrojtjes. Të marrë së bashku, këto raste ngren pikpyetje të vazhdueshme mbi drejtësinë selektive dhe përdorimin politik të institucioneve të drejtësisë, pavarësisht reformave të gjera të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Akuzat në zhvillim për AKSH-in thellojnë këto shqetësime dhe duhet ta shtyjnë Washingtonin të rishikojë qasjen e tij ndaj reformës në drejtësi,
duke ushtruar presion që pala shqiptare të përmbush angazhimet e kahershme. Shtetet e Bashkuara duhet komunikojnë qartë pritshmëritë për drejtësi të pa-anshme dhe efikase, duke përfshirë ndalimin e ndjekjeve selektive ose të zvarritura ndaj kundërshtarëve politik. Ky moment është veçanërisht vendimtar duke pasur parasysh progresin e Shqipërisë drejt antarësimit në BE, ku sundimi i ligjit mbetet kriter kyç. Ndërsa Komisioni Evropian së fundi deklaroi se Shqipëria është mesatarisht e përgatitur në fushën e drejtësisë dhe të drejtave themelore, ai njëkohësisht pranoi përpjekje të vazhdueshme nga zyrtar publik për të ushtruar ndikim të padrejtë mbi gjyqësorin dhe theksoi nevojën për reforma të qëndrueshme. Washingtoni duhet punoj ngushtë me partnerët e BE-s, veçanërisht ata që tradicionalisht këmbgulin në standarde të larta të sundimit të ligjit, si Holanda, për të siguruar që përparimi i drejt antarësimit të reflektojë reforma reale dhe jo thjesht ushtrime formale. Pyetja 2. Si duhet t'i vlerësoj komuniteti ndërkombëtar shkeljet zgjedhore të dokumentuara nga ODIHR dhe a mund të ndihmojë në një model qeverie kujdestare si ai i Maqedonisë së Veriut për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme në Shqipëri? Raporti i misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve të ODIHR duhet merret shumë seriozisht. Ky mision u drejtua nga ish sekretari i përgjithshëm i OSBE, Lamberto Zanier, ekspertiza dhe kredibiliteti i cilit në Ballkan janë gjerësisht të njohura. 25 rekomandimet e raportit duhet të shihen si një minimum udhërrëfyes për reforma me përparësi reformën gjithëpërfshirëse zgjedhore dhe depolitizimin e administrimit zgjedhor. Megjithatë, problemi themelor shkon përtej rregullimeve teknike, ndërhyrja politike. Reforma në drejtësi mbetet plotësuese e domosdoshme e reformës zgjedhore. Zgjedhjet në Shqipëri vazhdojnë të shtrembrohen nga keqpërdorimi i burimeve shtetërore, intimidimi dhe shkrirja e kufive mes partisë dhe shtetit. Në këtë kontekst, modeli i qeverisë kujdestare i Maqedonisë së Veriut meriton shqyrtim serioz. Dorëheqja e qeverisë në pushtet përpara zgjedhjeve dhe krijimi i një qeverie teknike ka rritur ndjeshëm besueshmërinë zgjedhore dhe besimin publik. Pavarësisht rezistencës nga pushtetet aktuale, ky model ka lehtësuar tranzicione paqësore dhe ka reduktuar abuzimet sistematike. Faleminderit.